Hiqni qimet e fytyrës përgjithmonë me këto tre përbërës. Femrat nga të gjitha anët e botës kanë probleme që në dukje mund të jenë të vogla, por këto dekurim me qimet e fytyrës mund të jenë të vështira për të trajtuar, ndaj përzgjedhja e duhur e recetave mund të jetë disi e vështirë në rastin tuaj. Përveç se keni qime të vështira për të trajtuar, keni edhe komplikacione në lëkurë. Prandaj në këtë video do të paraqesim një mënyrë interesante dhe ideale, e cila do ju ndihmoj me disa përbërës të thjeshtë për të arritur rezultatet që dëshironi. Ju duhet një lugë gjedhe bollgur, 2 lugë gjedhe lëng limoni, 3 lugë gjedhe me mjaltë dhe gjithashtu krejt çfarë duhet të bëni është të përzieni të gjitha përbërësit dhe më pas të aplikoni pastën në zonën ku dëshironi të largoni qimet. Kështu, duke e mbajtur atë për të paktën 15 minuta, e hiqni në krah të kundërt. E aplikoni 2 ose 3 herë gjatë javës dhe rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë fantastike edhe në largimin e qimeve.